horoskopi ditor dhe Mërkur 2 Korrik 2025. Dashi, kjo e Mërkur do të jetë përgjithsisht pozitive, ku do të ndjeni më të fortë, aq sa do të kërkoni me zë të lartë sqarime lidhur me situatat e dyshimta. Sa i takon punës, mbështetuni tek dikush tek i cili keni besim. Demi, gjatë kësaj periudhe jeni disi të shqetësuar, sa i takon anës financiare të jetës suaj. Keni shumë shpenzime edhe të paparashikuara, të cilat e kanë rënduar portofolin tuaj. Kjo ditë do të jetë neutrale sa i takon ndjenjave, ku nuk do të ketë asgjë të re në horizont. Binjakët, do të përballeni sërish me probleme dhe pengesa lidhur me punën dhe jetën profesionale. Dëshironi që të ndryshoni gjërat në mënyrë radikale, por kjo gjë nuk varet vetëm nga ju. Ka një sër situatash të jashtme, të cilat momentalisht ju bllokojnë. Në sferën sentimentale, situata paraqitet më e mirë. Gaporja, kjo ditë do të jetë e mbushur me nervozizëm ku do të jeni në ankth dhe stres pasi ndiheni të pakënaqur lidhur me disa çështje profesionale. Mundoni që të mos e humni të ruan, edhe pse do ju duhet që të sforcoheni shumë. Luani, keni rigjetur shkëlqimin dhe ndiheni më të fortë, por mundoni që të mos tregoheni mendje madh, sidomos në punë. Në sajt të ndikimit të favorshëm të Mërkurit, gjërat do të ecin edhe më mirë. Virgjëresha, parashikohet një ditë e mbushur me tensione në dashuri, të cilat mund të jenë të lidhura me problemet financiare. Keni një mënyrë të veçantë të bërit të gjërave, dhe jo gjithmonë personi tjetër ndan të njëjtën bindje me ju. Peshorja, kjo e Mërkur do të jetë e tensionuar dhe në ritmin e duhur. Do të përballeni me probleme ekonomike, të cilat kërkojnë zgjidhje. Mundoni që t'i përkushtoheni më shumë ndjenjave. Akrepi, ka diçka që ju shqetëson dhe doni vetëm që të bëni gati valiqet dhe të largoheni. Mirëpërgjësia e detyrës ju përmban, ashtu si kundër edhe financat. Bëni kujdes maksimal me shpenzimet. Shigjetari, ju pret një ditë pozitive dhe e mbushur me energji. Mjaft e favorshme parashikohet sa i takon dashurisë, ku do të ketë rizgjim ndjenjash. Lidhur me punën, do të jeni në pritje të një përgjigje e cila do të vonojë. Britsjapi, gjatë kësaj dite do të ndiheni më të fuqishëm dhe do arrini që të largoni nga jeta juaj çdo gjë që ju shqetëson. Fuqia juaj qëndron në faktin se nuk mbeteni keq, duke arritur që të eliminoni personat me të cilët nuk ndiheni në sintoni. Ujori, ka disa çështje profesionale, të cilat kërkojnë zgjidhje dhe sqarime. Ana financiare duhet mbajtur nën kontroll, pasi jeni përballur me bllokime dhe vonesa, të cilat ju kanë komplikuar jetën. Peshqit, kjo Mërkur do të jetë e favorshme, ku projektet, sidomos ato të natyrës profesionale, do të marrin një formë të detajuar. Nuk ka ardhur ende momenti për t'i vënë në zbatim, dhe kjo fazë përgatitore do ju ndihmojë në momentin e duhur. Mundoni që të këshilloheni me një ekspert, aty ku keni nevojë për një mendim teknik dhe ligjor.